Nëse bota e makinave do t'ishte një sfilat mode, italianët do t'ishin në qendër të saj. Nuk ka djalë shqiptar që nuk e kthen kokën kur kalon një Alfa Romeo. Por në Shqipëri, blerja e një makine italiane shpesh përfundon me thirrje dëshpëruese tek mekaniku. Nëse rrugët tona janë mbushur me makina që duken si uniforma, italianët janë ato që i prishin rregullat. Sot do të flasim për markat që na bëjnë të ndihemi pilot edhe kur jemi në mes të trafikut tek rrethrotullimi i zogut të zi. Por pse i duam ne makinat italiane? Sepse italianët din diçka që gjermanët ndoshta e kanë harruar, emocionin, dhe këtë ta jep një Alfa Romeo. Ekziston një shaka e vjetër që thon ata që përdorin një Alfa Romeo nuk përshëndeten dot në rrugë sepse janë gjithmonë që në mëngjes tek mekaniku. Dhe le të jemi pak të sinqert, ky nuk është një thashëthem që doli kështu kot rastësisht, por ka një të vërtetë që mekanikët nuk e thon. Motorët e tyre, si legjendari 1.9 JTD, është vërtet një mushk prej hekuri. Mund t'i biesh me çekan, me varre dhe nuk prishet kurrë. Problemi i vërtet i makinave italiane është gjithçka tjetër që mban motorin. Është ajo ndjesia sigur makina ka nervat e veta, një ditë nuk i pëlqen nafta, një ditë tjetër ka lagështirë dhe nuk të hapet xhami, një ditë tjetër vendos që fshirëset e xhamit të mos punojnë kur të duhen ty, por kur t'i doj atyre qefi. Dhe tek makinat e tjera kur ndizet çeku i motorit, ti normalisht bëhesh me merak, ndërsa tek një makinë italiane ti shqetësohesh kur drita fiket. Mendon, u prish edhe llampa tani dhe as nuk e di dhe as nuk më njofton dot kur ka një problem vërtet. Shoferi i një Alfe e mban mend përmendësh kodin e sensorit të kuadrit apo të çekut motorit. Është makina që të bën të mësosh italisht pa dashje, sepse çdo mesazh në ekran duhet ta kërkosh në Google se çfarë halli ka sot. Le të ndalemi tani tek një tjetër makinë, që është një Fiat 500, që është ikona e re e Tiranës. Kjo shkrepse e vogël me rrota ka pushtuar çdo cep parkimi ku një Benz as nuk guxon të afrohet. Megjithatë, shkrepsja ka një veti që të kursen aq shumë kohë në parkim, saqë ti harron rrugën që të janë thyer veshkat ose të ka dal guri nga veshkat nga amortizimi i dobët apo amortizimi aq i butë sa mund ta krahasojmë edhe me një karrocë dore. Shqiptarët shpeshherë thonë që makinat italiane të lënë në rrugë, por e vërteta e vitit 2026 është disi ndryshe. Motorët e tyre JTD-M janë gur që nuk lëvizin kollaj. Problemi ynë ka qenë gjithmonë tek keqkuptimi. Italianët janë si ai instrumenti muzikor që kërkon të akordohet saktësisht. Ajo nuk duron dot neglizhencën, nëse nuk i jep vëmendjen që meriton, ajo fillon dhe ankohet, kërkon një pronar që e njeh dhe e respekton, apo dikë dhe nuk kërkon dikë që thjesht di vetëm të japi gaz dhe të heci. Dhe sot në fakt po lind një brez i ri shoferësh, janë ata që u lodhën nga gria e mërzitshme gjermane. Italianët ose makinat italiane nuk i blen kushdo, nuk i blejnë ata që llogarisin naftën me mililitra, as ata që duan të duken si të fortë, por i blen ai që e di që makina është veshja jote e parë. Në Shqipëri jemi shumë larg këtij realiteti dhe në Shqipëri të kesh një Alfa apo një Fiat të mirë mbajtur do të thotë që ke shije, pra jemi në minorancë të atyre njerëzve që zgjedhin një italiane të tillë.
Por nga ana tjetër kjo do të thotë që ti ke guximin të zgjedhësh bukurinë përpara sigurisë. Në fund ditës jeta është shumë e shkurtër për të ngarë makina që nuk të bëjnë të kthesh kokën mbrapa pasi ke parkuar, por do të mësosh emrin e çdo pronari të karrotrecit në autostradë. Po do të mësosh edhe se si fiket kompjuteri apo si bëhet një full scan i makinës me kompjuter për të pastruar gabimet dhe erroret që të dalin në dashboardin e saj. Por në fund të ditës do të mbash mend se si je ndjer në atë kthesën e bukur buzdetit apo në qafën e llogaras. Kaq edhe për sot, më shkruani në komente sa herë keni thënë që do ta shes këtë dreq makine dhe të nesërmen e keni lar, e keni pastruar, e keni lustruar dhe keni dalë një xhiro nga liçeni me volumin në maksimum. Na tregoni tani cila është drita më e shpesh që ju është ndezur në kroskotin e një makine italiane. Mos harroni bëni subscribe sepse herën tjetër do të flasim për makinën që në Shqipëri konsiderohet antar familje. Volkswagen Golf, mbreti që nuk njeh vdekje. Shihemi javën e ardhshme, udhtoni me stil dhe mbajini një numër mekaniku në speed dial sepse ju duhet për çdo rast.